Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Erion Veliaj mbetet sërish në burg pasi prokuroria paraqiti hetimet e reja ndaj tij, kur Bashkiaku i Tiranës kërkon lirinë në gjykatën e lartë në 8 korrik. Komisioni qendror i zgjedhjeve nis procesin e rinumërimit të votave, hapen kutit e Gramshit dhe Peqinit, debate mes palëve për parregullsi. Maturantët japin provimin e matematikës, nxënësit tonë se testimi ishte mbi nivelin mesatar me disa pyetje të vështira. Provimi i fundit në 24 qershor. Ferma VIP plotëson skuadrën e finalistëve, 5 konkurrentët garojnë për çmimin e mas. Fituesi i edicionit të dytë shpallet në 20 qershor. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet. Prokuroria paraqiti këtë të martë veprimet hetimore të zhvilluara 2 muajt e fundit ndaj Erion Veliajt. Bazuar në këto fakte, gjykata vendosi ta lërë në burg Kryebashkiakun e Tiranës. Ndërkohë në 8 korrik, Veliaj do të kërkojë liri në gjykatën e lartë. Kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka mbetur sërish në qeli pasi gjykata posaçme rrezoi kërkesën e tij për ta liruar kundrejt garancisë pasurore. Sipas prokurorëve të SPAK, nuk ka ndryshim kushtesh për zbutjet e masës së sigurisë si për Veliajin, ashtu dhe për Elman Abulen, i ndodhur në arrest shtëpie. Nga ana tjetër, avokatët e Veliaj kërkuan lirinë e tij në këmbim të garancisë pasurore, ndërsa për Abulen detyrim paraqitje, por kërkesat u rrëzuan nga gjyqtari Erion Bani. Gjithashtu gjatë kësaj seance, organi posaçëm i akuzës paraqiti informacionin 2 mujor mbi ecurinë e hetimeve dhe informoi togat e zeza se ka kryer 82 veprime hetimore. Bazuar në këto hetime për SPAK, nuk ka ndryshuar asnjë kusht për ndryshimin e masës së sigurisë së Kryebashkiakut. Ndërkohë gjykata e lartë ka caktuar datën 8 korrik për shqyrtimin e rekursit të Erion Veliajit për masën e sigurisë. Rekursi do të shqyrtohet në dhomë këshillimi pa praninë e palëve. Sipas njoftimit të gjykatës së lartë, kjo çështje është nënshtruar gjykimit me procedurë të përshpejtuar, duke hyrë në kategorinë e çështjeve me prioritet. Gjykata e posaçme dënoi me 1 vit burg ish zyrtaren e Bashkisë së Tiranës, Eglantina Zere, e cila për shkak të gjykimit të shkurtuar do të vuajë përfundimisht 8 muaj heqje lirie. Në cilësinë e antares së Komisionit të Vlerësimit të Ofertave, Eglantina Zere u mori pandehur në kuadër të dosjes 5D për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera. Gjykata dënoi me nga 9 muaj dhe 4 të pandehurit e tjerë në këtë proces, të cilët gjithashtu përfituan ulje dënimi. Ndërkohë në gjyq vijon të jenë 2 ish drejtorët e lartë të Bashkisë së Tiranës, Redi Molla dhe Mariglen Qato. Gjykata e posaçme caktoi datën 20 qershor për zhvillimin e seancës për ish-presidentin Ilir Meta, i cili kërkon zëvendësim të masës së sigurisë arrest në burg. Gjyqtari i hetimit paraprak Erion Çela ka caktuar orën 11:30 për të shqyrtuar kërkesën e Ilir Metës, i cili mbahet në paraburgim që prej 21 tetorit të vitit të kaluar. Avokatët e Metës kërkojnë zëvendësim të masës së sigurisë nga arrest në burg në një mas tjetër më të butë, pasi sipas tyre janë shkelur afatet. Mbrojtja pretendon se pas 8 muajsh në asnjë rast nuk është paraqitur nga SPAK informacione mbi çështjen. Avokatët kanë bashkangjitur në kërkesë për ndryshimin e masës disa vendime të Gjykatës Europiane të drejtave të njeriut si raste analoge, mes të cilave është edhe dosja Gëlliç. Komisioni qendror i zgjedhjeve nisi këtë të martë rinumërimin e votave. Të parat u hapën kutit e Gramshit dhe të Peqinit për verifikimin e dokumentacionit. Procesi u shoqërua me debate pasi përfaqësuesit e opozitës pretenduan për parregullsi. Rivlerësimi një fletë e votimi zonjë është e tillë. Rivlerësimi jo vetëm nga pjesa e pasme, se ketë jo rivlerësimi një fletë e votimi shikohet dhe para dhe mbrapa. Kështu u paraqit situata në nisje të procesit të analizimit të dokumentacionit në kutit zgjedhore për Gramshin dhe Peqinin, sot në ambientet e Pallatit të Sportit Faria Hoti në kryeqytet. Bledi Imçi nga Partia Demokratike kundërshtoi rezultatin me pretendimin se në njërin prej kutive të para të hapura u konstatuan 2 fletë votimi pavull. Gjetëm te 22:49 ku vullat ishin të rregullta, por në shprehjen e vullnetit votoheshin 2 subjekte njëkohësisht. Kjo sjell pavlefshmërinë e fletës së votimit dhe të votës. Ndaj, për këtë jemi edhe në debat me administratën e KQZ-s, por njëkohësisht edhe me përfaqësuesit e KAS-it. Duhet që një fletë kur rivlerësohet dhe para dhe mbrapa.
Menjëherë pas përfundimit të rishikimit për Elbasanin, do të vijoj puna për 1282 kutit e qarkut të Tiranës. Pasi rinumërimi do të zhvillohet për subjektin politik dhe për kandidatët. E njëjta procedurë do ndiqet edhe për gjithë qarkun e Fierit, ndërsa për Durrësin do të rinumërohen 360 kuti, përfshirë 85 nga diaspora. Procesi do shtrihet për rreth 1 muaj dhe po realizohet me 24 grupe pune dhe 63 punonjës të administratës zgjedhore, ku nuk do të përjashtohen vëzhguesit e 3 subjekteve politike që kanë ankimuar vendimin. Me rinumërim të votave, mundësia për ndryshim të emrave e kandidat fitues është relativisht e ulët. Mundësia ekziston për 2-3 raste ku mandati i deputetit është fituar me më pak se 500 vota, si Olta Gjaçka përballë Blerina Gjyrametit apo Ronaldo Rakipi përballë Xhemal Qefalis në Tiranë, ndërsa në Fier Adriati Klapaj kërkon mandatin e humbur me diferencë 500 vota për kandidatin Azmer Dulevic. Vendimi për rinumërimin e votave u mor nga 2 antarët e Komisionit të Ankimimeve dhe Sanksioneve pas ankimimeve të subjekteve politike për parregullsi gjatë procesit të 11 majit. I pandehuri i drejtësisë Erion Alibej vijon dëshminë e tij për krimet mes bandave të Elbasanit. Ai tregoi në detaje ekzekutimin e vëllait të armikut të tij kryesor Talo Çela. Lufta që kishte me Talo Çelën dhe vrasja makabre e vëllait të tij Bujar Çela ishte pjesë e dëshmisë që i penduar i drejtësisë Erion Alibej rrëfeu këtë të martë përpara gjykatës. Alibej nuk kurseu akuzat dhe ironit për armikun e tij të përbetuar Talo Çela. Flia dhe zgjohesha vetëm për Talo Çelën, sepse ai ishte kryesori. Ishte nga ata trima që rrinin vetëm në Dubai dhe nuk vinin në Shqipëri. Këta i hodhën poshtë si qenë njerëzit e vet. Për shkak të vështirësive për të gjetur dhe për të vrarë Talo Çelën, Alibej tregoi se ishte më e lehtë për të ekzekutuar vëllain e tij Bujar Çelën, ngjarje ndodhur më 17 tetor të vitit 2020. Bujar Çela ishte njeriu më i afërt i Talo Çelës. U angazhuan çunat e Fushkrujës, Besian Xhixha dhe Enver Diva. Ditën e ekzekutimit kanë ardhur me një renault ngjyrë qumshti. Kanë pritur fillimisht te shtëpia e bujarit. Një komshi i pa dhe ata u tërhoqën. U larguan nga zona dhe më pas u afruan te lokali ku ndodhej bujari. Pasi e kryen krimin, më ka shkruar Nuredini në sekond, mbaroi bujari. Gjatë seancës pati përplasje të ashpra me Erion Alibejt dhe të pandehurit tjetër Julian Hoxha, debati mes tyre nisi në momentin kur Alibej tha se Hoxha e informonte me aplikacion të koduar nga burgu, kaq mjaftoi që Hoxha ta krahasonte me një prej të penduarve të Cosa Nostrës në Itali, Tomaso Busheta. Pas vrasjes së Emiliano Ramazanit, vendosa që arma e krimit të vendosit e shtëpia e Bujar Çelës. Giuliani më jepte informacione. Unë kam qenë në shtëpi. I sigur që ke folur me mua o Tomaso Busheta? Nga ana tjetër Julian Hoxha hodhi poshtë akuzat sa i ka qenë i përfshirë në vrasjen e Bujar Çelës. Tregoje pak si e pyesje Megi Kilën për Emiliano Ramazanin. Pse nuk e përmend Megi Kilën, dashurinë e shekullit? Sa për vrasjen e Bujar Çelës, unë nuk kam qenë në shtëpi. S'kam lidhje fare me këtë ngjarje. Le të mbaroj ai deklarimet se kam edhe unë për të folur për të. Julian Hoxha akuzoi prokurorinë e Elbasanit dhe policinë pasi sipas tij vrasja e Bujar Çelës mund ta ishte parandaluar, por institucionet e drejtësisë ishin të lidhura me Alibejn. Matematika ishte provimi i tretë që dhanë këtë të martë maturantët në të gjithë vendin. Nxënësit thanë se testi ishte mbi niveli mesatar, ndërkohë që 24 qershor do të zhvillohet provimi i fundit, ai lëndës me zgjedhje. Maturantët testuan njohuritë e tyre në lëndën e matematikës në provimin e tretë të maturës shtetërore, pas atyre të gjuhës shqipe dhe gjuhës së huaj. Testi u vlerësua si mbi nivelin mesatar nga shumica e nxënësve, të cilët pohuan se hasën vështirësi në disa ushtrime të veçanta. Ishte pak nivel mbi mesatar do thoja, jo për faktin se ishin ushtrimet e vështira, por që kishte shumë ngarkesë, domethënë nuk ishin ushtrime që t'linin të merrje pak frym ndërmjet, ishin gjitha domethënë goxha të ngarkuara. Por që kemi punuar me kujdes, procesi ishte komplet i rregullt, nuk patëm fare domethënë shqetësime. Ishte mesatar, besoj mesatar i lartë. Ishte mbi nivelin mesatar. Them drejtën ishin disa ushtrime që nuk i kishim bërë më përpara, domethënë. Sa i përket shpërndarjes së tezës në rrjetet sociale pak pas nisjes së testimit, Ministria e Arsimit deklaroi sërish se procesi mbetet i paprekur. Pasi provimi është zhvilluar nën masa të rrepta sigurie, përfshir kamera monitorimi dhe kontrolle në hyrje. Një javë më vonë, më 24 qershor, maturantët do t'i nënshtrohen provimit të fundit, atij me zgjedhje. Ndërkohë, nxënësit janë ende në pritje të rezultateve të gjuhës shqipe dhe letërsisë, të cilat pritet të publikohen më 19 qershor.
Pesë qytetarë shqiptar që ndodheshin në Izrael për arsye turistike dhe profesionale janë evakuuar në mënyrë të sigurt përmes Egjiptit, njofton ministri punëve të jashtme Igli Hasani. Nëpërmjet një statusi në Facebook, Hasani njofton se të 5 qytetarët shqiptar pritet të kthehen së shpejti në Shqipëri. Për adresimin e tyre bashkëpunuan autoritetet izraelite, ambasada greke dhe ajo bullgare në Tel Aviv, si dhe konsulli i përgjithshëm i Shqipërisë në Liban. Gjysmëfinalja e spektaklit Ferma VIP dhuroi një mbrëmje magjike në ekranin e Vision Plus. 5 janë finalistët që garojnë tashmë për çmimin e madh. Fituesi i edicionit të dytë do të mësohet në 20 qershor. Spektakli Ferma VIP 2 ka hyrë në fazën më vendimtare të lojës, teksa gjysmëfinalja e transmetuar mbrëmjen e së hënës solli emocione të forta. Në vetëm pak ditë deri në natën finale, fati i 4 fermerëve qëndronte në balancë, ndërsa publiku mbante në dorë çelësin e vazhdimësisë së tyre në garë. Elinara dhe Andrea ishin dy konkurrentët e parë që u përballën në një televotim kokë më kokë, ku vetëm njëri prej tyre do të vazhdonte garën për çmimin e madh. Elinara. Pas një rrugëtimi emocional dhe me përballje të forta, Elinara u largua nga gara si pasojë e vendimit të publikut. Menjëherë pas eliminimit të saj, loja mori një tjetër kthes të rëndësishme. Andrea, Andueli dhe Ylli u vendosën sërish në televotim, këtë herë për të përcaktuar se kush do të ishte finalisti i 4. Rezultatet zbuluan se Andueli, me mbështetjen më të madhe të publikut, siguroi vendin e tij në finalen e madhe të 20 qershorit. Por gara nuk përfundoi aty. Tradita e formatit shpesh ka kërkuar që sfida të përcaktojnë drejtimin e lojës së fermerëve. Në një përballje të fortë mes Yllit dhe Andreas, ky i fundit arriti të dalë triumfues duke u shpallur finalisti i 5 i këtij edicioni. Në këtë mënyrë, mozaiku i 5 finalistëve tashmë është i plot. Big Mama, Big Basta, Erandi, Andueli dhe Andrea janë emrat që do të përballen për çmimin e madh. Vendimi i cili do të jetë në dorë të publikut sërish pas një televotimi të hapur nga moderatorja Luana Vjollca. Hap zyrtarisht televotimin. Votoni për fituesin. Një tjetër moment i veçantë i kësaj mbrëmje ishte padyshim rrëfimi emocional dhe plot humor i kryeplak Albano Boktos, i cili solli në skenë kujtime nga përditshmëria në ferm, duke sjellë të qeshura, reflektime dhe emocione të sinqerta. Çfarë kam bërë nuk të jetë? Pas më shumë se 2 muajsh sfidash, debatesh, miqësish të reja dhe përballjesh, finalja e 20 qershorit do të vendosë se kush do të jetë fituesi i edicionit të dytë të Ferma VIP. Ju dua. Natën. Kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirëpafshim.